Ç'është ky thesar që është në Muzeun Metropolitan të New Yorkut? Po, Kush e gjeti? po dy fshatar duke punu tokën në Vrap. Në Vrap, në fshatin Vrap. Kush Vrapi për gjithë ata që na ndjekin? Po Vrapi dihet e Ken Hart tani aty. Jo, flas te zona tani, shiko. Këto e gjetën dhe e shitën, ishte në një kazan atje. Në cilin vit? Në fillim shekullit 20. Po? Dhe 1900. Këtu ishte një thesar avar që nga këto zhvendosjet e popullsive që thanë të këtyre popujve, këta si duhe këshim fshehur aty dhe ishte i shekullit 7 u vërtetua. Po, dhe ishin kupa argjenti, ari, dhe i bleu si përfundim, një përfundoi në Stamboll, një tjetër në Paris, dhe bleu ai Morgani dhe ai adhuroi muzeu. Domethënë këta i gjetë ekspedita për të po thesari ishte i madh kasi, ëh? Po, e thohet aty disa kilogram. Disa kilogram. Ata thjesht ishin banorë të këto janë të dispozuar atje në shumë të jashtëzakonshme këto kupa këto të jashtëzakonshme. Ato i shitën i danë dhe për 5 lekë si. Për 5 lekë, ëh? Po sigurisht, po nuk ka ignoranca. Po thjesht ishin banorë të fshatit Vrap? Po duke punu tokën. Duke punu tokën, ëh? Dhe erdhën kanë ardhë edhe ekspeditat huja të bëjnë vizhgime, po dhe shqiptarët kanë shku se mos gjejnë prap atje janë bërë gërmime. Se vazhdo pasaj se mos ka më? Po, vazhdoj. Mos më thojë mas 90-ës. Edhe mas 90-ës ka shkuar, po, kanë pa, se janë dhe këto aparatet që detektor. Ka së gjetur gjë. Okej, foto tjetër. Me sa diu, nuk të... Shumë interesant. Se dhe po ta gjetë do njërin s'do të regonit. Tani, kjo xhami e vjetër. Po. Këtu filloi gazi. Po, vetë këtu, më të hershmet janë ato pikturat e akuarelet e Eduard Lirit, 1848-ës. Që ka bërë pikturat. Edhe ai ka shkruajt, ke njëra nga ato e kam shpjegu, akuareli i afrohet shumë xhamisë vjetër. Po, ja këto janë. Po, shumë. I kam dhe aty, unë, i kam paraqetur. Dhe po ta shohësh, është goxha e ngjashme. Po, ishte Eduard Liri, nuk ishte? Po. A ishe nga pikturët më të mirë të Britanisë? Vetë rëndësia e kësaj ishte se ai u mor me pikturimin e kësaj. Dhe vetë të gjithë procesionet kryesore të faljes Bajramit e këto të Komunitetit Musliman, derisa ishte xhamia vjetër, bëshin. Ishte kjo kryesore. Para saj që kemi sot te Dembeu. Foto tjetër që kemi pamje më të bukur. Këtu tani xhamive ke këto të historisë tani. Po, kjo është ajo që kam gjetë ke kultura islame që tregohet që ajo u ndërtu në vitin 1023 Hijri, që i bie vitin 1614 me kalendarin tonë. Dhe vetë toptanët që u martuan me 4 vajzat e pinjollit fundit të Bargjinit, u lidhën me xhamin e vjetër dhe varet kryesore aty rreth Rautull ishin varet e tyre. Varet e toptanëve? Sepse me këtë identifikoi vjetërsia e qytetit. Madje ishte edhe një gojdhën që në Tiranë ishte më i hershëm sa më afër ta kishte shtëpinë me xhamin e vjetër. Kush kishte shtëpinë? Sepse qyteti filloi të zgjeroi në këtë formë. Xhamia e vjetër ishte, po themi, qendra, sheshi Suderbej sot. Po, edhe sa më afër ti, ai tjetri që vinte më vonë ishte pak më larg. Shumë e bukur. Shumë e bukur, shumë e bukur. Foto tjetër? Do na tregosh edhe si... Ja, këto janë të shumë bukur. Shiko, ajo... Eduard Liri. Shumë ke e para, po dhe ke e dyta, shiko, ke e para dallohet dhe Pusi, po ta vesh re. Po, dalloj. Pusi ka qenë deri nga viti 1928, Po pse, o që pasaj? Po, kur u rregullu rruga mbretërore, tani ajo ishte Selvi gazi? Po. Shumë e madhe, po. Tirana ishte qyteti i Selvive dhe i xhamive.